Sikur që e ka marrë propozimin partinë e saj, ta merë edhe votën apo bekimin në Kuvendin e Republikës. Nuk po përballot kjo për një arsye, për shkak të parimit që partia e parë që përfaqësohet nga zoti Kurti, kryeministër në detyrë, përveç tjerash, po e trajton çështje procedurale. Zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Hiç një rast kur kryetari i Kuvendit është zgjedhur sipas procedurës dhe sipas rezultateve zgjedhore është në gjatëdatën në legjislaturën e parë, të gjithë kryetarët e Kuvendit në Republikën e Kosovës janë zgjedhur sipas një marrëveshje politike. Praktikisht, por ajo që ne na bën me kuptu, duhet ta lexojmë drejt, jemi politikisht korrekt, është që zoti Kurti edhe proceduralisht po e trajton për shkak që nuk po mund me arrit shumicën për me zgjedhje, ndërsa natën po takohet me zotin Limaj, me deputet tjerë për ndërtu marrëveshje politike. Nuk është duke qëndru në parimin. Pse përmendni këtë natën, se kjo natën është shumë problem, se po tingëllon si një lloj kontrabande. Jo, nuk ka të bëjë me asynimin, për shembull dilla në taku, që po shem, nuk do me thonë që është legjitime. Se ka ndaluar edhe dilla në taku. Ka qellu ditë e diell në taku, për shembull, por është të punu edhe në arritjen e marrëveshje politike. Kjo është punë në dy bujnar, që është legjitime. Nuk po them që nuk është, por ose duhet me rujt atë parimin që po e përsërit, po e replikan, po e thot çdo ditë, edhe sot mas ditë e vonë ka thonë të njëjtën. Ne kemi propozim, këtë çështje duhet kalon Kuvend përmes procesit votimit të fshehur, i cili ka ardhur si pasojë e ndrrimit votës hapur edhe këto zhvillime. Tani edhe procedural. Nesër do të jetë procedural. Po, nesër do të ketë ndryshim të qëndrimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, apo do të jetë pozicioni i njëjtë? Takimi nesër pritet me qenë procedural. Momentin që ne themi që seanca grumbullo takohet në përpjekjen për të zbatuar procedura, nën kupton që nuk ka sukses. Përveç që nota është gatë, deri nesër mund të mrrihet një marrëveshje politike. A ka ndonjë indicje të tilla? Ka diçka, ndonjë indikacion apo? Po, krejt se hirë nuk janë të bon, po shihet që përpjekje me bisedu me deputet, forma ndryshme, edhe me parti politike ka, edhe natyrisht pa arrit një marrëveshje politike, sepse imagjinon në një rast kur arrit një marrëveshje politike për zgjedhjen e kryetarit, mas 2 orëve që zgjidhet kryesia dhe kryetari i Kuvendit e ki seancën e jashtëzakonshme që ka muftu, ose ma larg se 24 orë me bot qeverin. Por në këto situata kur ka vanesa në implementimin e zgjedhjeve çfarë po ndodh tash, atëherë i bie që në momentin që mërrit një marrëveshje politike, e mërrihet edhe qëllimi. Zoti Kurti e ka qëllimin, sepse qëllimi sipas qëllimi i zotit Kurti është me udhëheq vetë qeverin, cilën ja kanë pranuar gjitha partitë politike. Vetë mund ta udhëheq. Se numrat si ka. Duhet ose ta ketë suportin e nismës eventualisht, ose ta gjeni partner tjetër ndërmjet juve edhe Partisë Demokratike të Kosovës. E ju po i thoni jo. Jo, nuk ka të bëjë me këtë qëndrim, paka shumë. Zoti Kurti me lëndë shkurt ka konfirmu qeveri vetëm me partnerët e tij, e partnerët e tij ka pas mbrana listës vetëvendosjes. Qartë. Okej, a e dëgjojmë zotin Kurti çfarë ka thënë edhe për juve për ta komentuar, se sot është pyetur nga gazetarët se sikur kohëve të fundit nuk është duke folur shumë zoti Kurti, por po ngacmohet me një farë forme në thojza për ngacmimin se... Nuk është vetëm ky opcion, janë edhe 2 opcione tjera që janë tavolinë. Kjo është... Opcione tjera cilat e keni vjerë? Është opcioni i PDK-s për ndërtimin e një qeverisje të pakicës politike, për cilën ne po ashtu kemi qendrim politik, dhe ki opcionin e LDK-s që është përfaqësuar përmes Lumir Abdixhikut për një qeveri kalimtare, me afat, me mandat dhe me agjendë të dakorduar mes liderëve politik. Gjitha këto do t'i dakordojmë. Çfarë tha Kurti sot për ta marrë komentin e Hazirit? A ka krizë edhe a ka një ujdi me nismën sot kur ka qenë në vizitë tek ushtrimet e Defenderit, për cilën dikur ishte bërë goxha shumë buj e madhe. Dyshi është pyetur nga gazetarët e të shtaqit në mënyrë që Haziri ta sheh eventualisht në 2 ekrane se çfarë thot Kurti.